Përzgjedhja e shoqërisë shpeshherë rezulton të jetë edhe vendimtare, nga se shumë për njerëzve ndikohen nga shokët dhe shoqet e tyre, aqsa edhe i ndërmarrin vendimet më të rëndësishme jetësore. Si për mirë, si për keq, ne ndikohemi nga shoqëria jonë. Por në anën tjetër, ajo çfarë përzgjedhim prej shoqërisë sonë, tregon se kush realisht jemi ne. Jo më kot një fjalë e urtë thot, më trego se më kë shoqërohesh, të them se kush je. Nëse njeriu përzgjedhjen e shoqërisë e bën në bazë të vlerave personale që i ka, që i kultivon ato. Andaj, në bazë të formimit personal që e ka, e përzgjedh edhe shoqërinë e tij, sepse dëshiron që të ketë një përputhmëri edhe konceptuale, por edhe jetësore në përgjithësi. Përshtatshmëria dhe përputhmëria është kërkesë e secilit prej nesh. Dhe ajo që ne nga rendim pasaj tregon se kush realisht jemi ne. Transmetohet se Uqbe ibn Rabia, një prej antarëve të elitës mekase, dhe një prej armiqve më të drejt për drejt e më të përbetuar të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, pas shumë gjërave që ndodhen në Mekë, ai vendosi që të shkonte në Medinë dhe ta pranonte Islamin. Pra vendosi që të shkonte tek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe t'i dorëzoje Allahut dhe Resulullahut. Por gjatë rrugës e takoi Abu Jahlin që e kishte shok të ngushtë. Ai e pyeti dhe i tha: "Ku po shkon?" Tha: "Po shkoj në Medinë për ta pranuar Islamin." Tha: "Nëse e bën një gjë të tillë, ti me mua kur nuk do të flasësh dhe kur nuk do të takohesh." Kjo ndikoi në mënyrë të drejtë për drejtë në zemrën e Uqbes, sepse Abu Jahli për të ishte shok i ngushtë dhe i vlefshëm. Dhe bëri që kjo qasje e gabuar, kjo shoqëri e dështuar, që të ndikonte në personalitetin e tij e madje në vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij, e që ishte pranimi i Islamit, por ai dështoi. Pra, kaq ndikim të drejtë për drejtë kanë shokët tanë. Kaq ndikim të drejtë për drejtë kanë edhe shoqet për gjininë femnore. Nga se njeriu ndikohet me njëherë nga ata që e rrethojnë.